Kjo godin, që deri më tani ka kushtuar mbi 4 miliard lek, duhet të përfundonte më 10 prill 2025. Objekti i ri i Institutit të Shëndetit Publik akoma nuk është dorëzuar, nga ana tjetër, duket larg përfundimit. Këto janë Ministri i Shëndetësisë Vis Sala dhe zyrtarët që shoqërojnë në përgodinën e shfeshur. Një veprim për të treguar se aty puna vazhdon dhe inaugurimi do të bëhet një herë tjetër. Korpusi i ri i laboratorëve referencë kombëtare të ISHP-s, një investim strategjik kombëtar që pritet të vihet në funksion në vitin 2026, do të krijojë një nga kapacitetet laboratorike më moderne në rajon, do të deklaronte ministrja. Me sa duket, edhe zonja Sala nuk ka një datë për mbarimin e projektit që ka filluar kur ishte në krye Albana Koçiu. Zyrtarët ishin aty më 21 janar 2026, shumë kohë më pas afatit ku duhet të dorëzohej projekti. Ajo që ndodh me këtë projekt është metode për hapur për të marrë sa më shumë lek nga buxheti. Kostot e drejt për drejta të korrupsionit në kontratat publike janë rritja e vlerës së tyre për te parashikimit. Si pasojë, vjen zvarritja e afatit të përfundimit të tyre pa llogaritur efektet mbi cilësinë e punimeve. Kryeministri Edi Rama është marrë personalisht me promovimin e këtij projekti. Më 10 korrik 2023, Rama ka publikuar pamjet e projektit për godinën e re të Institutit të Shëndetit Publik, që thotë se do të garantojë standard të ri shërbimi me njësinë e re të laboratorëve. Mirëmëngjes dhe me projektin e ri për transformimin e Institutit të Shëndetit Publik me njësinë e re të laboratorëve dhe korpusin modern që do të garantojë një standard krejt të ri shërbimi në një prej institucioneve më të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, ju uroj një ditë të mbar, shkroi Rama në faqen e vet zyrtare. Faza e parë e transformimit të godinës niste me ndërtimin e godinës së laboratorëve që fillonte në vitin 2023, një investim i siguruar nga buxheti i shtetit. Më pas parashikohej godina qendrore e Institutit të Shëndetit Publik. Por kompania e Petrit Patushit, Agri Construction SHPK, që ka marrë tenderin për këtë ndërtim, ka një agent tjetër, dhe bashkëpunim me mbikëqyrësin e punimeve dhe zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Sidomos për këtë projekt është kujdesur drejtoresha dhe sekretarja në ministri zonja Mevis Kola. Njeriu i besuar i Albana Koçiut në kohën që ajo ishte ministre, para se të firmoste këtë aferë, kishte të drejtën e titullarit për tenderat. Koçiu duket se është trembur nga hetimet që kanë nisur ndaj Ilir Beqajt dhe po ashtu nga arrestimi i sekretarës së përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë. Menjëherë, ka vendosur të delegojë kompetencat tek sekretarja e përgjithshme në detyrë Mevis Kola. Madje, ajo jo vetëm që nuk pranon të merret me tenderet, por edhe koncensionit i ka kaluar tek sekretarja. Urdhëroi delegimin e kompetencave të titullarit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale zonjës Mevis Kola, drejtori i përgjithshëm i ngarkuar në detyrën e sekretarit të përgjithshëm. Delegimin e kompetencave të titullarit të autoritetit kontraktual për të gjitha procedurat e prokurimeve publike me fonde buxhetore dhe të huaja për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Delegimin e kompetencave të titularit të autoritetit kontraktor për procedurat e koncesioneve dhe partneritetit publik-privat me fonde buxhetore për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, thuhet në urdhër. Tenderi për këtë projekt u organizua nga Ministria e Shëndetësisë, pavarësisht se Instituti i Shëndetit Publik mund të ta bënte vetë këtë procedurë. Ky është një nga ato tendera që kanë në çdo hap veprime të palishme dhe jo etike, veçanërisht në lidhje me praktikat korruptive. Skualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerën më të ulët, kështu është klasifikuar procedura nga Open Data Albania. Tenderi është qëndisur me një flamur të kuq që sinjalizon korrupsionin. Më konkretisht, po raportojmë prokurimin e Ministrisë së Shëndetësisë të datës 20 qershor 2025 me objekt ndërtimi i godinës së re të laboratorëve në ISHP. Fondi limiti planifikuar për këtë projekt ishte 384 milion lek pa TVSH. Në ditën e mbajtjes së tenderit më 5 korrik 2023, u regjistruan 7 kompani pjesëmarrëse, por siç do ta shohim, fituesi ka qenë i paracaktuar. Madje njëra prej kompanive nuk e ka marrë mundimin as të bëjë ofertë ekonomike. Më 9 shtator 2023, operatori ekonomik Agri Construction SHPK me 90% të fitimit dhe Kacdedia SHPK është shpallur fitues, megjithse nuk kishte ofertën më të ulët. Kompania e Petrit Patushit e kishte vlerën e ofertës 342 milion lek pa TVSH, ndërsa vlera kontraktuar do të fiksohej në 403 milion lek. Ofertat më të ulta janë eliminuar duke e bërë nul konkurrencën e mundshme. Kështu, Dion Al SHPK,
ka propozuar ta ngrinte këtë godinë me 2.8 miliard lekë. Në këtë nivel është edhe oferta Sireta 2F SHPK, që do të propozonte afro 3 miliard lekë, kurse kompania General Trending SHPK ka bërë pjesëmarrje vetëm formalisht pa prezantuar ndonjë ofertë. Data e lidhjes së marrëveshjes sipas dokumenteve është më 10 tetor 2023, kur nis me njëherë historia e zvarritjeve. Vetëm hapja e kantierit ka zgjatur afro 4 muaj. Fillimisht është bërë modifikimi i kozgjatjes së kontratës nga 16 në 18 muaj. Shtyrjet që janë bërë përfundimit të punimeve janë kryer me shkresa që datojnë, pasi kompania i ka bërë fakt ndërprerjet. Sipas një shkrese të quajtur amendim nr. 1 me datë 24 korrik 2025 është miratuar shtyrja e afatit të zbatimit nga 16 muaj në 18 muaj. Me amendimin nr. 2 datë 25 shtator 2025 është miratuar shtyrja e mëtejshme e afatit të përfundimit të kontratës nga 18 muaj në 20 muaj për shkak të vonesave që lidhen me rrjetin e tensionit të mesëm nga OSHE. Kompania vazhdon të marrë kohë dhe shtyp përfundimin e objektit me arsye të tjera. Me amendimin nr. 3 datë 25 nëntor 2025 është miratuar shtyrja e mëtejshme e afatit të përfundimit të kontratës nga 20 muaj në 22 muaj për shkak të vonesave që bëri OSHE gjatë testimit të pajisjeve në objekt. Edhe pas këtyre shtyrjeve në fund të punimeve, kompania e kupton se i duhen parashtesë që të përfundojë godinën. Pas evidentimit dhe dokumentimit të zërave, të cilat kërkojnë fond shtesë, punimet në objekt janë pezulluar, më datë 24 korrik 2025. Gjatë zbatimit të kontratës janë konstatuar mospërputhje ndërmjet projektit të miratuar dhe preventivit të zbatimit, si dhe ndryshimeve dhe plotësimeve të projektit me qëllim garantimin e funksionalitetit teknik, sigurisë dhe përmbushjes së kërkesave specifike të objektit laboratorik. Këto mospërputhje dhe ndryshime kanë sjellë si pasojë shtim volumesh mbi vlerën e kontratës bazë, të cilat rezultojnë të domosdoshme për përfundimin e punimeve dhe vënien në shfrytëzim të objektit. Ky justifikim që i bën Ministria e Shëndetësisë shtimit të fondeve e shndron krejt të kotë projektimin që është bërë në fazë të mëparshme, mbajtjen e tenderit, kushtet e vendosura si dhe vlerësimin e ofertave. A do ta kishte fituar tenderin kompania e patushit nëse do të përfshinte në ofertë këto shtesa? Në vend që Ministria të zbatojë penalitetet për vonesa dhe bëhet palë organizatore e harxhimit të fondeve përtej kontratës, duke patur në konsiderat rëndësinë e këtij objekti si vetmi laborator i biosigurisë së lartë në Republikën e Shqipërisë. Sipas relacionit teknik të mbikëqyrjes së punimeve dhe inxhinierës përkatëse, një pjesë e këtyre punimeve janë përballur nga përdorimi i fondeve rezervë, ndërsa për punimet shtesë me qëllim realizimin e tyre kërkohej fond shtesë. Pra, gjithçka bëhet për ta justifikuar shkeljen e kontratës, përndryshe, këto kërkesa bëhen në faza të mëhershme. Pas shqyrtimit dhe miratimit nga autoriteti kontraktor i punimeve shtesë është dërguar shkresë zyrtare për çeljen e fondit pranë Ministrisë së Shëndetësisë më datë 19 shtator 2025. Pas kësaj, më 4 dhjetor 2025 është dhënë drita jeshile për parat të tjera nga buxheti i taksapaguesve. Ndërka që ende pa u miratuar shtesa e fondit më datë 25 nëntor 2025 është miratuar shtyrja e mëtejshme e afatit të përfundimit të kontratës nga 20 muaj në 22 muaj. Për çfarë duan këto lekë të tjera që Ministria, projekti miratuar, kompania e kontraktuar e kanë pasur të pamundur të parashikonin qysh në fillim? Fasada në preventiv është parashikuar me murtulle, lesh guri dhe tullë lehtësuese të varur. Gjatë zbatimit ka dalë më e shtrenjtë. Janë shtuar disa rjeta dhe si pasojë volumi i punës. Tavanët e gipsit në bodrum janë zëvendësuar me pllaka metalike. Grilat e aluminit janë zëvendësuar me grila rulet. Shtesa kërkohet edhe për shkak të skelave të përdorura në ndërtim. Po ashtu është shtuar sipërfaqja e betonuar jashtë objektit dhe janë mbjellur 22 pemë që nuk ishin në preventiv. Mbi 451 milion lekë shtesë kërkohet për këto ndryshime të projektit, për të cilat nuk ka dhënë asnjë mendim projektuese. Të gjitha bëhen thjesht me vullnetin e zyrtarëve dhe firmën e një inxhiniereje. Më e pakta që duhet të bëhej ishte zëvendësimi i kontraktorit fillestar dhe hapja një tenderi të ri për këto punime. Si nuk mund të bëhet prokurimi i ri? Ja si e justifikon këtë vazhdim të kontratës sekretarja Mejvis Kola. Çmimet e materialeve dhe punimet kanë pësuar rritje të konsiderueshme që nga tetori 2023, data e nënshkrimit të kontratës fillestare. Një procedurë e re prokurimi do të rezultonte në çmime të reja tregu duke rritur kostot totale, justifikohet Ministria. Po pse? Kontraktori pas ka bler materialet që është në vitin 2023, në cilin indeks e ka parë rritjen e çmimeve të materialeve Ministria e Shëndetësisë, po ashtu thuhet se ka kosto ngritja e kantierit të ri.
Ky kontraktor i ri të ngrinte një kantier të ri, të sillte pajisje dhe makineri dhe të organizonte staf teknik. Për çfarë kantieri po flitet? Për të mbjellë 22 pemë dhe për të ndërtuar vetratat? Në vlerësimin ton, kjo është një vjedhje që nuk mund të justifikohet. Indicia që jep raportimi ynë vlen për audituesin e KLSH-s, por edhe për prokurorët e SPAK-ut, por nuk mbaron me kaq shpërdorim i buxhetit. Pasi ka vërtetuar dhe ka mbështetur kërkesat e Petrit Patushit për shtyrje, shtesa dhe stërzjatje, edhe mbikëqyrësi merr një dorë parash të tjera. Kontrata me objekt supervizimi për ndërtimin e godinës së re të laboratorëve në ISHP ishte fiksuar me vlerën 3 milion lek. Kompania kontraktuar Arkimed SHPK me pronare Iva Mëzezin ka bërë kërkesë për shtesë lekësh dhe i është miratuar vlera e re 4 milion lek. Por çfarë bënte Petrit Patushi gjatë kohës që hartonte shkresa për shtesa fondesh, shtesjatja afantesh të godinës së laboratorëve të ISHP-s? Ministri Piro Vengu u ka lënë në dorë bazën e helikopterëve në farë 2 kompanive, Agri Construction e Petrit Patushit dhe Alco Impex Construction e Arbra Basit. Punimet kanë vite që kanë nisur, por kompanitë nuk e kishin kryer punën afa. Janë 2 tendera, fusha me kuadrate betoni e helikopter dhe hangari i 4 mjeteve të sjella nga SBA. Dhe ndërkohë, 2 kompanitë nuk pengohen të marrin tenderat të tjerë. Në 17 mars 2025, Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, përmes operatorit të blerjeve të përqendruara, shpalli tenderin për rikonstruksionin e godinës së djegjeve plastike në QSU të Tiranë. Projekti do të financohet nga buxheti i shtetit me fond limit 522 milion lek ose 5.2 milion euro. Për këtë tender u regjistruan gjithsej 12 operatorë ekonomik. 50 ditë pas mbajtjes së tenderit, u shpall fitues bashkimi i kompanive Agri Construction, Algo Impex Construction, me vlerë 487 milion lek. Ajo që bie në sy është fakti se përveç konsorciumit fitues, 11 operatorët e tjerë ekonomik janë skualifikuar që në fazën e parë, duke ju garantuar fitoren biznesmentë Petrit Patushi dhe Arbra Basit. Kujtojmë se ky i fundit është edhe nipi i eksponentit rilindjes Sadria Basi. Pas këtij informacioni është e kuptueshme se vendimarrja për këto tendera të stërziatur dhe të vjedhur nga zyrtarët në bashkëpunim me këta biznesmen është më sipër ministres së shëndetësisë dhe atij të mbrojtjes. Sigurisht, kryeministri Rama që bën inaugurimet është në dieni të paktën të vonesave, sepse për vjedhjet e njofton SPAK her pas here.